në këto momente Irani edhe pse po shkatërrohet në mënyrë masive nga amerikanët, Irani ka mbyllur ngorshticën e Hormuzit dhe po i godet kryeqytetet e këtyre emirateve arabe, u ka bllokuar shitjen e naftës dhe këto emirate janë në dilemë për ekzistencën e tyre. Përpara 6 ditësh, kur amerikanët kërcënuan iranianët me pushtim ushtarak, ku kërcënuan që do të merrnin ishullin e Kargilit, iranianët ju përgjigjen duke futur Huthit apo Yemenin e Veriut në luftë dhe duke deklaruar që në rast të një pushtimi të ishullit ton të Kargilit, ku Irani transporton 90% të naftës së tij, ne do të pushtojmë Arabinë Saudite me trupat nga Jemeni, do të pushtojmë Kuvajtin me irakenët nga Iraku. Dhe do të dim diçka që këto vendet e Gjirit Persik, që nga Arabia Saudite, që është më i fuqishmi prej tyre, e deri te Kuvajti, Emiratet Arabe etj, këto janë vende që nuk kanë ndonjë ushtri. Sauditët kanë ushtri, por ushtria e tyre mbahet me mercenar pakistanez, britanik dhe amerikan. Dhe këto vende janë shumë të dota, shumë fragile. Më fal, nuk shërbejnë sauditët në ushtri? Kanë ushtri, domethënë jo me conscription, si i thonë në shqip, domethënë, e kanë kështu me pagesë, por pilotët e aviacionit Arabi Saudite shumica janë pakistanez. Por edhe ata që luftojnë në ushtrinë e Arabi Saudite, për personat që kanë ndjekur luftën ndërmjet Yemenit dhe Arabi Saudite nga viti 2015 deri në 2019, më duket, ushtarët saudit nuk luftonin dot, se domethënë për ata që njohin Arabinë Saudite dhe sauditët, këta janë persona që janë rritur gjithë kohën në kondicioner, që hajnë McDonald's, pinë Coca-Cola dhe shikojnë MTV. Dhe kur Arabia Saudite dërgoi tanket e saj për të pushtuar Yemenin, Yemenasit me shapka, për që janë njerëz të egër dhe beduin, arritën që merrnin tanket dhe makinerit arabo-saudite dhe sauditët u detyruan që të tërhiqen. Se duhet kuptojmë diçka, është edhe puna e klimës. Domethënë Arabia Saudite është shkretëtir. Klima aty është, sidomos kur vjen vera, domethënë në kohët paramoderne, njerëzit rrinin nëpër shpella dhe nëpër oaze. Ndërsa në ditët e sotme rrin në ambiente me ajër të kondicionuar, me ujë të desalinuar që merret nga deti etj. Domethënë këto popullata janë aq popullata të përkëdhelura, saqë nuk janë të gatshme për luftë. Po ndryshe është me iranianët, ndryshe është me jemenasit, ndryshe është me irakenët. Dhe këto vende, do me thënë, kemi një tronditje të paktit abrahamik. Është vështirë se popullsia e këtyre vendeve do ta pranojnë mbas këtij sulmit. Një paqe me Iranin. Një paqe me Izraelin. Dëgjoj, nëse ke ndjekur këto deklaratat e Donald Trumpit në lidhje me Mohammed bin Salmanin dhe Arabinë Saudite, është që pas nënshkrimit të pakteve abrahamike nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, Izraeli, por edhe Amerika i bënte shumë presion Arabi Saudite, nga që Arabia Saudite është elefanti i beduinëve arab, apo i atyre që njihen si beduinate. Arabia Saudite është vendi më i pasur dhe të gjitha këto vendet e tjera beduine të Gjirit, sikur Kuvajti, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, ndjekin diktatin e sauditëve. Por Mohammed bin Salmani në mënyrë të vazhdueshme i refuzonte kërkesat e Trumpit për të vendosur marrëdhënie të hapura diplomatike me Izraelin, nga që këta sundimtarët arab, edhe pse janë diktatorë absolut, i kanë prap frikë popujt e tyre, nga që popujt arab, por edhe këta beduinët e Gjirit Persik janë të gjithë me Palestinën. Kur ata e shohin se si Amerika me Izraelin i vret palestinezët e tjerë,
ata rebelohen e revoltohen e tjerë e tjerë. Dhe duke qenë që Arabia Saudite është një diktaturë absolute, Muhammed bin Selmani, që është personi që e sundon Arabinë Saudite sot, kishte frikë se mund ndodhin revolta apo edhe mund ta vrasin, nëse ai bënte diçka të tillë. Por tani në këto momente kemi në njërin anë Izraelin, por edhe Donald Trumpin, i cili shpreson se ky sulmi iranian kundër beduinateve të Gjirit Persik do t'i detyrojë arabët që të nënshkruajnë të gjithë marrëveshjet abrahamike. Prandaj edhe Donald Trump i tha, ka ardhur momenti që Muhammed bin Selmani duhet më lëpi mua, se s'ka nga ta luaj më. Po kemi Benjamin Netanyahu, i cili në këto ditë në mënyrë të hapur po kërkon të rigjallëroj marrëveshjen e Sykes-Picot. Marrëveshja e Sykes-Picot është një marrëveshje ndërmjet britanikëve dhe francezëve në 1916, kur ata luftonin kundër gjyshërve tanë Osman, dhe projekti në atë kohë ishte që britanikët do të kishin kolonitë të tyre. Kolonitë e tyre do fillonin që nga Gjiri Persik, aty ku janë sot Emiratet Arabe, Katari, zona detare e Arabisë Saudite, Kuvaiti dhe vilajeti i Basrës, dhe britanikët kishin ndërtuar një projekt që do kishin një rrugë toksore që nga vilajeti i Basrës, që është Iraku i jugut sot. Kjo rrugë toksore do kalonte për në Jordani dhe do dilte në portin e Haifës dhe të Akres, në atë që njohim sot si Liban dhe Izrael. Dhe në këto ditët e fundit, kur Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, Benjamin Netanyahu do të ringjalli këtë projektin e vjetër britanik, ku po i thot sauditëve tani që Irani nuk po u lejon më që të shisni naftë, duhet të ndërtojmë tubacione që të fillojnë që nga Arabia Saudite dhe të përfundojnë në portin e Haifës për të shitur naftën dhe gazin e arabëve. Pra, po kemi Trumpin dhe Netanyahu në njërin anë që po i shtyn këto Emiratet e Gjirit Persik që të përqafojnë totalisht Izraelin. Piles pardje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bëri një deklarat për mediat dhe tha, jemi duke punuar që të rindërtojmë apo të zgjerojmë marrëdhëniet diplomatike me vendet arabe, po marrëveshja është akoma sekrete, deklaroi Netanyahu dhe tha, nuk i nxjerr dot të gjitha detajet, po bëjmë aleancë me arabët kundër Iranit. Por në anën tjetër, sikur e përmend edhe ti, popullata e vendeve arabe vjen dhe nuk do që të vendoset një marrëdhënie e tillë që do mbështesi Izraelin, dhe kjo është arsyeja pse familja saudite në këto momente nuk bën dot atë që bën familja e Muhammed bin Zeid bin Nahyanit e Emirateve Arabe, i cili i ka kthyer Emiratet Arabe në një Izrael të dytë. Okej, Olsi, ndërkohë në Iran, cila është situata? I është këputur koka gjithë elitës drejtuese iraniane, sidomos atyre që quhet udhëheqësit fetar të Iranit. Mirë po, çuditërisht Irani po reziston dhe thuhet që ka bisedime paqe që po zhvillohen në Pakistan, por iranianët e mohojnë. Ndërkohë, gjendja e popullatës si është? Është një popullatë e cila e përkrah luftën apo është gati të çohet në protesta kundër drejtuesve të shtetit iranian? Tani, në datën 28 shkurt, me vrasjen e Imam Ali Khameneit, që ishte një burr plak 86 vjeç, për mendimin tim, Izraeli thjesht nxori gjindin nga shishja. Nga që deri në datën 28 shkurt, Irani ishte vend i moderuar, Irani nuk godiste fqinjet e tij, Irani duronte sanksionet që i vinte Amerika dhe Perëndimi,
e akuzonin për shtet terrorist, nuk e linin të shiste naftë, etj. Me vrasjen e Khameneit, gjërat kanë dalë jashtë kontrollit. Irani në këto momente nuk e kanë më ata plesht, që janë 80 edhe 90 vjeçar, por e para udhëheqësi i ri suprem apo imami i ri është Moshtaba Khamenei, që është 56 vjeç, të cilit i vran babën, nënën, gruan edhe vajzën, dhe ai do që të marrë hak. E dyta, vendin në këto momente po drejton garda revolucionare me kreun e gardës, që është Ahmed Vahidi, është një nga revolucionarët e kohës së Khomeinit, i cili kërkohet nga Interpoli si terrorist, nga që akuzohet për sulmin kundër qendrës kulturore që fute në Argjentinë në 1984. Pra, Irani në këto momente e kanë marrë kamikazët. Dhe nëse Trumpi dhe Netanyahu shpresonin se duke vrarë Khamenein plak dhe duke vrarë krerët e gardës të revolucionare, ata do krijonin një Iran të moderuar, faktet tregojnë që ata kanë krijuar një Iran të çmendur. Ky Iran i çmendur po godet amerikanët, ka bllokuar ekonominë botërore, do të çojë brenda pak javësh në një kolaps bankat amerikane, sikur po çon stoqet ndërkombëtare që të bien, po rrezikon ekzistencën e këtyre Emirateve Arabe që britanikët krijuan pas luftës së parë botërore, dhe për mua, domethënë, Irani është kthyer në një vend shumë i rrezikshëm për amerikanët, për aleancën perëndimore dhe në veçanti për Izraelin. Tani strategjia që amerikanët dhe izraelitët po përdorin me Iranin është ajo që njihet doktrina Dahie. Doktrina Dahie është doktrinë që izraelitët fillimisht e implementuan në Liban në vitin 2006 kundër Hizbullahit, ku izraelitët kur nuk e mundin dot kundërshtarin e tyre, fillojnë bëjnë krime terroriste dhe zhdukin lagje të tëra, vrapun civile etj. Dhe kjo doktrinë po implementohet në këto momente në Iran, sikur edhe deklaroi dje presidenti Donald Trump që tha iranianët ose do bëjnë marrëveshje me mua ose unë do t'i kthej në epokën e gurit, dhe amerikanët atë po bëjnë. Sot për shembull kanë bombarduar ura që lidhin qytetet e Iranit, kanë shkatruar rreth 100.000 banesa në gjithë vendin, kanë vrarë mbi 2.000 ta civil. Sot kishin bombarduar edhe institutin e higjienës dhe të vaksinimit të popullatës, kanë bombarduar dhe shkatruar mbi 200 shkolla, universitete, po bombardojnë gjithandej dhe po bëjnë terror. Domethënë Teherani po trajtohet nga amerikanët në këto momente sikur Dresdeni gjatë luftës së dytë botërore apo sikur Fallujah në vitin 2003-2004 nga amerikanët. Pra amerikanët po përdorin, me izraelitët po përdorin strategjinë e terrorizimit masiv të popullatës. Megjithatë, Irani po reziston. Garda revolucionare dhe udhëheqësia e Iranit, se është e vërtetë ata vran Khamenein, po në Iran ka me qindra hoxhallar të tjerë që mund të zëvendësonin dhe zëvendësuan Khamenein, dhe Irani po reziston. Duhet kemi parasysh që Irani është një vend shumë i madh, është sa e gjithë Evropa perëndimore, domethënë si me filluar nga Portugalia dhe të përfundosh në Hamburg, dhe ndërsa qytetet e mëdha, sigur kryeqyteti Teherani po shkatërrohen, e duhet dim diçka që popullat më anti-islamike të Iranit janë popullat e Teheranit dhe Isfahanit. Domethënë çfarë po vrasin amerikanët në këto momente, po vrasin ata që ata i konsideronin si aleatët e tyre. Ishin ata që në vitin 2022 protestonin kundër ajatollahëve, që gratë hiqnin shamit, prisnin flokët etj. Domethënë janë këto femra që protestonin kundër islamit që në këto momente po i vret Amerika me Izraelin. Po përndryshe Irani ka domethënë ka avantazhin gjeografik që është shumë i madh. Për shembull,
në qytete të tëra, sidomos këto që janë në kufim